Kryetari i komunës së Kërçovës dhe kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim Fatmir Dehari foli për arritjet e shqiptarëve nga pas lufta e 2001-shit në Maqedoninë e Veriut, si në nivel qendror ashtu edhe lokal. Dehari theksoi se zyra e kryetarit të komunës së Kërçovës shpesh cilësohet nga shumë qytetarë si një muze i UÇK-s. Ai po ashtu ndal edhe tek situata aktuale dhe kritikoi agresivitetin politik të VMRO-DPMN-s ndaj këtyre arritjeve, duke shtuar se edhe Vleni po tregohet e paaftë për t'i mbrojtur të drejtat dhe interesat e shqiptarëve. Thjesht politika e the bukur e tyre agresive për një vit e gjys, ju lutem, kemi arritur rezultate solide për këtë 20 vjeçar në të gjitha fushat, edhe në plan politik kombëtar, siç është gjuha, arsimi i shqiptarëve në çdo nivel, përdorimi i flamurit kombëtar, jeni një zyrë që mund të merrni edhe inserte, ju lutem, e kanë quajtur shpesh zyra e UÇK-s, a kjo është zyra, jo zyra e UÇK-s, më falni, muzeu i UÇK-s, vetë e kanë quajtur, kjo është zyra e kryetarit të komunës Kërçovës. Pastaj në gjitha fushat tjera, në dimenzionin ekonomik, shqiptarët kanë një standard krejtësisht tjetër, nga Struga deri në Kumanov, në përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ku në çdo fushë shqiptarët i ke dhe janë dëshmitarë dhe vetë gurbeçarët me ardhen e tyre brenda këtij një viti e gjys, kanë pa një zbehje krejtësisht të situatës, një degradim politik të shqiptarëve nga presioni i VMRO-DPMN-s dhe nga neglizhenca apo paaftësia politike e Vlenit në këtë qeveri, edhe këto jam munduar të sqaroj në gjitha ato komunikime, por edhe në këtë rast, jo duke shpifur, jo duke ofenduar, vetëm duke ofruar fakte dhe argumente. E kam thënë dhe e them përsëri, nëse Vleni do të arrinte minimumin e minimumit të bënte, të mbronte ato drejta politike të shqiptarëve dhe dinjitetin shqiptarëve për këtë ore, unë do thosha po, ja vlen, po përderisa ato nuk arritën t'i mbrojnë, mos them të bëjnë një hap përpara, por shkuan një hap pas, unë mendoj që kjo është një thirrje në djegjes për çdo njeri nga ne që t'i themi kësaj politike ndal dhe shqiptarët të zënë vendin e merituar ashtu siç e meritojnë të jenë në këtë shtet.